Tirana del sërish deri zonës së ftohtë të renditjes, por në javën e fundit do të ketë një finale të vërtetë me Vllaznin, me Superiorin që do të mbas një tjetër emër të madh. Bardhëblut morën një sukses në Selman Stermasi 2-0 ndaj luftëtarit, duke rigjetur në një moment delikat dhe një mbështetje më të madhe nga tifozët, për fshidhe atyre të veçantë. Ede dhe Merveil ishin lojtarët që vendosën sfidën me nga një gol në fundin e çdo pjese. Skuadra e Josës luajti një 90 minutash të kujdesshëm përballë një luftëtari që luftonte për Europën, duke u përpjekur të rrezikojë atëherë kur ju dha mundësia, si në minutën e 19 me Muizen apo me Merveilin në 42-ën nga Erzonës. Gjithsesi, momenti më i rëndësishëm ishte ai minutës së 45, kur Lika pasoi në qendër për Ede që shënoi në kundërsulm. Pjesa e parë mund të mbyllej me një epërsi të dyfisht, por Uçi shpëtoi të tijit. Në pjesën e dytë Bardhëblutu përpoqën të menaxhonin në përsin duke i lejuar pak hapësirë gjirokastritëve. Ai se rasti i parë në këtë fraksion u regjistrua në 67-ën, me Merveilin që goditi mbi port. Megjithatë, Merveil goditin e saktë e kishte ruajtur për në 84-ën, kur dërgoi topin në rrjet duke vendosur në kasafort 3 pikët për Tiranën. Merveil, kjo gjuajtje 2-0. Çlirohen Bardhëblut. Merveil do kyt. Një sukses i rëndësishëm për kryeqytetësit, që mbeten ende në garë për mbijetesën, por në Shkodër në javën e fundit do t'i nevojitet një fitore ndaj Vllaznisë për të mbijetuar, me Superioren që është e sigurt se vitin e ardhshëm nuk do të ketë më derbin e Shqipërisë. Minuta 90 në 40.